Të hanën për këtë shkelje ligjore dhe kushtetuese, kalimi nga votimi i hapur në votim të fshehtë në mes të votimeve, konsiderojmë që është shkelje ligjore. E pa që në vazhdimsi tash kemi itinerar të njëjtë, kemi agjendë të njëjtë, kërkohet veç formimi i një komisionit për zgjedhjen që në mënyrë të fshehtë të zgjedhet kryeparlamentarja. Paraprakisht është dashur të propozohet emri kryeparlamentarës dhe më pas të kërkohet të formohet një komision. Kjo s'po ndodh, domethënë kemi cungim tash edhe të agjendës së fillimit dhe ne për shkak të shkeljeve ligjore si aleancë bashkë me deputetë të tjerë të Lidhjes Demokratike po dhe të Partisë Demokratike, për shkak të ndryshimit në mes të zgjedhjeve të formës së votimit nga votimi i hapur në votim të fshehur, ne kemi mbledhur nënshkrimet, do t'i adresohem gjykatës kushtetuese për këtë shkelje ligjore dhe për këtë shkelje kushtetuese dhe të hanën ne do e dorëzojmë në gjykatën kushtetuese këtë shkelje që po bëhet, sepse edhe pse e kanë shumicën, nuk bën të luhet me kuvendin e Kosovës, me tempullin e demokracisë në këtë formë, të luhet edhe me gazetarët, po edhe me qytetarët e Kosovës, e kanë obligim të sigurojnë 61 vota për kalimin e kryeparlamentarës dhe me pas të kalojmë në procedurat e tjera të zgjedhjes së nënkryetarëve të kuvendit, të konstituohet në plotni kuvendi dhe me pas të shkohet në zgjedhjen e qeverisë që i takon partisë por edhe të kalojmë në afatet kushtetuese. Kjo s'po ndodh, ne veç i kemi siguruar nënshkrimin të hanën për këtë shkelje ligjore dhe kushtetuese, kalimi nga votimi i hapur në votim të fshehtë në mes të votimeve, konsiderojmë që është shkelje ligjore, është shkelje kushtetuese dhe do t'i adresohem gjykatës kushtetuese për këtë shkelje. Momentalisht i kemi edhe nënshkrimet e deputetëve të Lidhjes Demokratike të Kosovës, meqense është vikend sot ditë pune nuk mundem me procedu sot, kemi të diellën seancë, do të mbledhim edhe nënshkrimet të deputetëve tjerë, qoftë edhe të komuniteteve dhe të Partisë Demokratike të Kosovës, edhe do të vazhdojmë të procedojmë me tutje. Nuk ka të drejtë askush, edhe pse është parti fituese, nuk ka të drejtë të ndryshojë rregullat e lojës, ligji është ligj, kushtetuesa është kushtetues, askush nuk është mbi ligjin, askush nuk është mbi kushtetuesen. Drejtën po me propozu dhe me zgjedh, po ne nuk kemi obligim me zgjedh dhe me votu kandidatin e lëvizjes vetëvendosje. Nuk thot që ne duhet të votojmë, duhet votat për kalim të kryetares së kuvendit t'i siguroj lëvizja vetëvendosje dhe parti tjerë. Dhe të gjenë, ata duhet bëjnë përpjekje që t'i sigurojnë 61 vota për kalimin e kryeparlamentarës që propozuan nga lëvizja vetëvendosje. Zakonisht për adresimin nevojitën 10 nënshkrime, ne veç i kemi 10 nënshkrime, thash sot ishte seancë e shkurt, ne mundem me zgjeru listën edhe me nënshkrime ma shumë, s'ka rëndësi, po megjithatë 10 nënshkrime i kemi.